Padyshim që këtë mëngjes do t'ja dedikonim hapësirës së të ftuarit në studio botrorit 2026, i cili ka nisur mbrëmjen e djeshme me një ceremoni spektakolare të hapjes dhe ndeshjes së parë. Bota e futbollit është zyrtarisht në muajin më të madh të sportit, por ky nuk është një botror si të tjerët, është edicioni më i madh në histori, 48 kombëtare, 104 ndeshje dhe 3 vende organizuese e miliarda shikues në çdo cep të globit. Një ngjarje që natyrisht e tejkalon edhe sportin edhe kthehet në një fenomen kulturor, ekonomik dhe mediatik ku të gjitha emocionet dhe ndeshjet nuk duhet harruar transmetohen falas në televizionin Klan. Kam kënaqësi që këtë mëngjes flasim në studio për spektaklin e mbrëmshëm, por edhe atë që pritet të vijë në vijim. Këtë mëngjes jemi me Albana Beko, moderatore, gazetare sporti. Mirëmëngjesi. Të falenderoj shumë, e vlerësoj shumë faktin që je këtë mëngjes, sepse nuk e di ja po nuk je njëri i mëngjesit. Jo, të drejtën, s'jam që sakrificë kjo që kam bërë. E vlerësojmë jashtëzakonisht shumë edhe natyrisht edhe publiku që do na ndjek këtë mëngjes. Bashkë me ne është edhe Joen Tugu, video analist pranë Federatës Kombëtare të Futbollit. Mirëmëngjesi, faleminderit shumë. Po ta bëj edhe ty pyetjen, ja po nuk je njëri i mëngjesit. Për shtatën. Shumë i qeshur, kështu që duket sikur e ka natyrë që mëngjesi. Dal, çohemi për punë, kështu që mësohesh pak a shumë pastaj. Besoj ceremonia po e nis me ceremoninë na ka lënë pa fjalë, pavarësisht se prisnim le të themi deri diku edhe për emrat që përfliteshin që do të ishin artistët pjesëmarrës, nga Andrea Bocelli, Shakira, ka qenë le të themi një mix kulturash, ashtu sikur është edhe vetë botrori. Besoj është vend show. Përshtypje këtë ndjesit ka lënë. Janë vende show, vende spektakli, kështu që normalisht pritej edhe të ishte edhe diçka madhështore, sepse është botror që shumë i përfolur, edhe është numri i skuadrave më shumti që ka pasur ndonjëherë në një histori botrorësh. Kështu që dhe spektakli jo vetëm, shpresoj mos jetë vetëm se i djeshur, po të shohim edhe në fushë, këtë gola, edhe të njerëzit kënaqen edhe ta shijojnë. Albana e shijove, besoj. Padyshim që po. Ne në fakt patëm një shije shumë të mirë për gjatë dimrit në lojrat olimpike dimrore. Nëse ju kujtohet, ka qenë një shfaqje e jashtëzakonshme ajo që ofroi Italia, po gjithmonë në konturet e traditës, sepse Europa mundohet të jetë e tillë, ndërsa kur shkojmë në atë kontinentin e largët, siç është Meksika, Amerika dhe Kanada, ato janë më të plirur edhe drejt gjërave që janë sa më shumë show off. Kështu që pritej që do ishte diçka shumë më spektakolare se sa edhe çka ndodhur në botror të tjerë apo në europian të tjerë. Megjithatë kjo ishte vetëm ajo që pam në Mexico City, sepse do të shohim spektaklin se çfarë do të ndodh në Kanada, në Los Angeles pastaj. Sigurisht që po, dhe ato janë mësuar me këtë traditën, sidomos Amerika, nga tradita e Super Bowl që i jep një rëndësi shumë të madhe performancës, pasi performanca është ajo që mbledh edhe më shumë para nga sponsorat dhe të drejta televizive, mundohen që t'jetë sa më butaforike, sa më e madhe. Kështu që e presim që t'jetë kështu në këtë botror. Mund të themi që është amerikanizuar, në një farë mënyre. Amerika tashmë u bë shumë vite që po mundohet, jo vetëm Amerika, po gjithashtu edhe Meksika, edhe Kanadaja, disi, po sidomos Amerika është munduar shumë të investojë në futboll vitet e fundit, janë munduar të ngrihen shumë. Edhe brezi që kanë këtë botror është një nga brezat ndoshta më i mirë që mund të kenë pasur dhe prandaj synojnë shkojnë sa më larg. Kanë marrë edhe trajnerin e kanë marrë gjithashtu trajner që njihet shumë në Europë. Kështu që është realisht spektakël më vete dhe mendoj që do jetë diçka veçantë të parë. Po, sot do të jetë në fakt në Toronto ndeshja edhe Kanada dhe Bosnia-Hercegovina, por do të shikojmë se si do të jetë organizuar, ndërkohë që gjithashtu edhe në Los Angeles kemi 2 ceremoni, por edhe 2 ndeshje të rëndësishme, SBA Paraguay që do të luhet atje. Çfarë pret diferencë në spektakël, apo mendon që do të jetë e njëjta rrym kur flasim këtu për artistët dhe mënyrën se si do të shpërfaqet gjithçka? Po, Los Angeles është vendi i Hollywoodit dhe gjithçka aty është do të jetë në një format të tillë. Është e zmadhuar, egzageruar, kështu që padyshim që pres diçka më madhështore tek ajo ndeshje, por edhe Kanadaja nuk besoj që do mbetet mbrapa, sepse dihet që ka një sinkronizim shumë të rëndësishëm midis gjitha palëve që t'jetë në tërësi një organizim
super i bukur edhe tërheqës. Pra nuk besoj që lihet në dorën e vetëm vendit organizativ, sepse është një sipërmarrje e jashtëzakonshme. Kush të bëri më shumë përshtypje? Mua personalisht Andrea Bocelli nuk e prisja ose nuk e kisha si informacion, por më emocionoi vërtet prezenca e tij. Sepse erdhi pas disa performancave shumë rinore, shumë të një tjetër natyre, të një tjetër ritmi dhe për të kaluar në klasikën e tij tipike. Po, si gjithmonë kuptuam që ai është i pazëvendësueshëm në çfarëdo lloj eventi të mundshëm, është ai lloj artisti që di të emocionojë kudo, edhe në sport, edhe nëse është në opera, në një stadium, çfarëdo, domethënë është jashtëzakonshëm. Ndoshta është nga vetmet këngëtar klasik që depërton edhe për te publikut që nuk e kanë shumë afër tyre, le të themi këtë kategori muzikale. Edhe historia e tij, ndoshta mungesën e të shikuarit e lidh shumë tepër me spektatorin, kështu që edhe emocioni i tij përcillet shumë më natyrshëm edhe në mënyrë më pure, më të pastër. Po pa dyshim që interes mendoj që pati shumë edhe Shakira, edhe ajo ka vendosur rekordin e saj, se është këtu për të tretën herë në një kompeticion të kësaj natyre. Duke tashmë si zyrtare edhe nuk e konceptojmë dot pa Shakira një kampionat. Besoj edhe ty Shakira të ka pëlqyer më shumë. Andrea Bocelli. Unë mendoj që jo rastisht janë zgjedhur edhe të tillë personazhe, sepse për shembull Shakira identifikohet shumë edhe me popujt latin, edhe normalisht është shumë e pëlqyer atje. Bocelli gjithashtu është ndoshta më europian, më te klasikja dhe e dinin që edhe europianët do kishin diçka për të parë dhe për të ngulur para televizor. Normalisht këta janë kompeticione që bëhen për vitesh tashmë dhe janë ekspert të asaj se çfarë duan të ama gjithmonë na surprizojnë, pavarësisht eksperiencës tyre profesionale që din t'i bëjnë gjëra të bukur, por ama e kanë, është edhe kjo e bukur e surprizës, edhe kurioziteti më shumë se çfarë do të sjellë të re. Është e vërtetë dhe jam dakord edhe me atë që tha Albana, se jo rastisht mendoj që është zgjedhur dhe Los Angeles si vend i parë i ndeshjes së Amerikës, sepse duan edhe pompozitetin, duan edhe ekstravagancën e Kalifornisë, kështu që dhe ajo mendoj që është si thua që nuk kemi parë gjë akoma praktikisht. Dhe patjetër që ai faktori spektator amplifikon gjithçka. Një performancë që ndoshta me 200 veta mund të duket normale, kur ti ke miliona njerëz që e shohin, qoftë mira aty në fushë, po edhe në gjithë botën, pastaj jep tjetër emocion. Padyshim. Për të folur pak për madhështinë, le të themi, të këtij kompeticioni, Meksika bëhet vendi i parë që organizon ndeshjen e Kupës Botës në 3 edicione të ndryshme. Është e vërtetë dhe është pavarësisht se nuk është se ka një numër shumë të madh ndeshjes nga ajo, sepse qoftë Meksika, qoftë Kanadaja, me sa diun kanë nga 13 ndeshje secila, ndërkohë që pjesa tjetër i takon Amerikës. Megjithatë është një reklam shumë e mirë edhe për Meksikën, është edhe një vend që do shumë futbollin dhe ndoshta nga të treja është ajo praktikisht ajo që do më së shumti. Dhe mendoj që do sjellë dhe ekipi vetë dhe kombëtarja vetë mendoj që do sjellë një performancë tjetër, sepse do janë shumë motivuar edhe përpara publikut vetë, kështu që edhe nisën mirë dje. Që mbetet për të parë. Si e shikon Meksikën si organizator, do t'japi pak atë tikun latin, edhe publikut, edhe mënyrës si gjithçka do t'jetë aty e realizuar. Po, dhe do përfaqësoj më së miri gjithë ato skuadra që i përkasin pjesës latine, amerikane, dhe që janë fakt kanë shumë gjak në futboll, kështu që është zgjidhje shumë temperamenti i tyre në fakt. Po, zgjidhje shumë e bukur që t'jetë Meksika, u bën gati 5 dekada, mos gaboj sepse 86-ën kanë qenë dy edicionet e tjera të zhvilluara në Meksik. I jep një lloj gjithëpërfshirje më të madhe, sikurse edhe ka tentuar të vijë ky botror me shumë skuadra, me sa më shumë kontinente të përfaqësuara, sa më shumë vende, kështu që vërtet përçoll atë mesazhin që futbolli është i të gjithëve. Patjetër. Edhe për më tepër mund ta themi edhe i të varfërve.
Nëse gjithmonë ka qenë slogan, as kulturore dhe as... Po, gjithmonë ka qenë ky slogani që futbolli i takon edhe popullit, pra masave dhe atyre që nuk kanë mundësi të mëdha, nuk është si tenisi që e shohin vetëm familjet aristokrate. Dhe edhe zgjedhja e këtyre vendeve që ndoshta financiarisht edhe në aspektin social janë vende që kanë problematika të mëdha, japin një lloj shprese te spektatorët që mund ta jetojnë ëndrrën edhe me probleme të mëdhaja të përditshmërisë. Patjetër. Botërori më i madh, ndonjëherë edhe në statistika 48 skuadra, 104 ndeshje, 16 qytete pritse, 3 shtete organizatore. Çfarë mund të themi më shumë, si do të arrijnë të koordinohen në mënyrë perfekte të gjithë elementët që padyshim. Po janë shumë ekipe, normalisht edhe për shkak numrit ekipeve dhe numri i zjeruar i ndeshjeve gjithashtu. Mendohet padyshim të jetë botërori me më shumë gola të shënuar ndonjëherë, por gjithashtu edhe statistikat tjera të veçanta, sepse kemi edhe kamerat e varit, gjithashtu edhe topi është në anglisht është track, pra është i gjurmuar në çdo moment dhe gjeneron gjithkohë statistika të tjera shumë të veçanta. Më teknologjiku se ndonjëherë kur më parë. Dhe nuk lë vend për të bërë gabime, pavarësisht se sigurisht arbitrat ose VAR njerëzit kanë interpretimin e vet pastaj, por pritet që t'i japi lirinë e të mos gabuarit. Kështu që mbetet për t'u parë pastaj. Fakti që janë kaq shumë nuk besoj që do të ketë lidhje apo pikë pyetje lidhur me cilësinë apo profesionalizmin, nuk besoj. Edhe në rastin e fundit kur kishim Europianin, kur fitoi Spanja, pati polemika në ndeshjen që pati me Gjermaninë. Kështu që gjithmonë kam futboll sepse emocioni prevalon mbi logjikën shpeshherë dhe në fund të ditës është arbitri ai që mes atij presionit madh duhet të vendos, të interpretojë situatën, siç e tha edhe kolegu im. Kështu që nuk mendoj që do të kenë fund. Kjo është edhe e bukur e futbollit, sepse ka gjithmonë ndarje, pastaj pro dhe kundra, një situatë e caktuar që ndodhet. Gjithmonë vendi për diskutim, vendi emocioneve, debatet, atë çfarë dhe tifozët e bëjnë shumë më të veçantë, më emocionuese pastaj diskutime. Patjetër, besoj ajo është gjëja më e bukur edhe që të gjithë ne do duam ta përjetojmë. Edhe do të kemi mundësi ta përjetojmë nëpërmjet televizionit Klan. Flasim pak për parat. Gjithçka do të gjenerohet në këtë botëror sepse shpresohet edhe flitet natyrisht për shifra maramendse, duke parë një organizim të tillë. Botërori më i madh i gjitha kohërave deri më tani, edhe të ardhurat dhe se çfarë pretendohen dhe pagesat janë shumë të larta, për çfarë çmimesh flitet? Janë tek të paktën deri më tani thuhet tek 13 miliardë euro, që është një shifër që konsiderohet rekord në sa i takon çfarëdo lloj eventi që është bërë deri më sot, aq më tepër në këtë nivel global. Padyshim që pritet ishte e tillë, duke marrë parasysh që është bërë kaq i masivizuar këtë herë, edhe numri i kombëtarëve është rritur. Sigurisht edhe fakti që organizohet nga Amerika dhe 2 vendet e tjera, padyshim Kanada dhe Meksika, jep një boost shumë të madh edhe në raport me marketimin edhe sponsorat, sepse flasim për një superfuqi botërore dhe ndikon. Sponsorët pritet cilin mbi 2.8 miliard dollar. Edhe FIFA ka arritur fondin e shpërblimeve për kombëtarët afro në 900 milion dollar. Kush e di sa do të jetë shifra në fund. Është që vetëm në qoftë se ti merr pjesë në botëror, pra vetëm në qoftë se një kombëtar eliminohet në fazën e grupeve, i ka të siguruara diku te 21.5 milion dollar. Dhe pastaj në qoftë se avancon akoma më shumë, për shembull në fazën e 32 më të mirë, 60 më të mirë, shumë e rradh, ai shpërblim rritet, por edhe për vetë federatat, normalisht duke marrë parasysh që edhe ndeshjet janë më të shumta dhe hapësira është më e madhe, dhe të ardhurat nga sponsorizimet janë gjithashtu më të mëdha. Fatkeqësisht mund të ishim dhe ne aty dhe kjo më vjen keq, por gjithsesi edhe kombëtarja jonë bërë një performancë digjitoze. Po, e vërtet. Në finale është një zinxhir të ardhurat që mund të shkojë edhe pak në, domethënë fundi i zinxhirit është edhe populli i atij vendi që do të marrë pjesë, sepse federata padyshim që bën investime në infrastrukturë, në fusha, kështu që kjo ndihmon të rinjt, të vegjëlit që të masivizohet
kudo në ato vende Veçanërisht në futbolli. ato vende ndikimi ekonomik do të jetë i drejt për drejt. Pa dyshim, turizëm dhe gjithçka. Patjetër. Flasim pak edhe për fondin e shpërblimeve. Edhe ky ishte një rekord më vete, kampioni $50 milion, nën kampioni $33 milion, totali i shpërndar $100 milion dhe për 43 skuadra, ato që edhe sa po the. Duket sikur kemi një lloj inflacioni, sepse nuk kemi mësuar kur. S'është e çuditshme edhe të ndikoj, padyshim. Po, me kaq shumë para, padyshim që ky është një event që përfshin shifra marramëse, por këtë herë i ka tejkaluar gjitha pritshmëritë. Më vjen mirë që akoma futbolli tregon që është në maja edhe pa dyshim prodhon para, sepse jemi në një moment pak të vështirë mediatik, ku është sot e vështirë të prodhosh edhe nëpërmjet një ndeshje që zgjat 90 minuta, njerëzit tashmë duket se janë mësuar me shorca, me gjëra sa më të shkurtra. Jemi pak larg jashtë tradicionale, se na vjen mirë që e vërtet është një sfidë e madhe kjo. Po, është një sfidë e madhe për të gjithë botën mediatike të marketimit, të sponsorëve dhe gjithçka tjetër. Kështu që por nga natyrë dhe ndikimi që ka në jetën sociale, sepse në përditshmëri ndoshta nuk kemi kaq shumë kohë të kalojmë me familje, me njerëzit, me miq tanë dhe është futbolli që gjithmonë na ul përballë ekranit, na bashkon për diskutuar, ndoshta shpeshherë në këtë rast për të hequr dorë nga telefona dhe për ta ndjekur nëpërmjet ekranit. Krijon po e vërtet një lloj lidhje më të madhe mes njerëzve dhe fakti që ka gjithmonë ndasi në pëlqimet e skuadrave, kjo e bën ky debati i bukur. E bën dhe më të bukur sepse ka përfshirje mes njerëzve. Patjetër. Ndalemi pak te rekordet e mundshme. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Guillermo mund të bëhen futbollistët e parë me 6 botëror të luajtur. Po. Harrova ndonjërin apo ndërkohë? Ta të tre është për tiri Meksikës njihet shumë sepse ka përfaqësuar Meksikën në shumë botërore dhe gjithashtu dy ndoshta lojtarët më të mëdhenj të gjitha kohërave që e kanë shënjuar edhe brezin ton që me shumë mundësi po luajnë dhe botërorin e fundit. Messi e fitoi vetën, por edhe Ronaldo mendoj që këtë vit me Portugalin ka mundësitë e veta sepse ndoshta nga vitet e fundit, nga botërorët e fundit kanë edhe botërorin më të mirë, kanë ekipin më të mirë edhe kanë mundësi për ta arritur deri në maj, pse jo. Mendoj që edhe ajo që po flisnim çfarë, është shumë e vështirë që sot edhe për FIFA-n, për UEFA-n, është shumë e vështirë që njerëzit i mbajnë të përqendruar dhe para ekranit, sepse njerëzit e kanë zakon, kapin telefonin, sfidë në vete, por mendoj... Që është një rekord në vete dhe ky, që do t'i mbajnë bërthyre. Por edhe mendoj që pikërisht ta lojtarë i kanë dhënë edhe shumë magji vitet e fundit, sidomos ta të dy, i kanë dhënë magji vitet e fundit futbollit, edhe tash momenti i fundit ndoshta për t'i ndjekur në skenën më të madhe të globit, kështu që nuk duhet humbur realisht. Mendoj që janë epitoma e disiplinës, konsistencës në futboll. Edhe si gjithçka tjetër që ka ndryshuar në futboll, edhe modeli i futbollistit tani ka ndryshuar. Shohim talente shumë të mëdha, siç është Mbappé, siç ishte Neymar, që tani është Jamali padyshim është në kulmin e vet, që për shkak të mungesës të konsistencës, shpeshherë të një lloj mendjematësie, karriera e tyre merr një kthes shumë herët në moshë, ndërkohë që kemi pastaj Messin dhe Ronaldon, të cilët me atë humbleness që kanë me përullsinë e tyre, kanë treguar që mund të jenë shumë një gjatë. Vlerësues për atë që kanë. Për mundësinë që kanë edhe për gjithë talentin e tyre. Kështu që kjo i ka bërë që të rezistojnë, kjo i ka bërë që të kenë sukses, të arrijnë trofe dhe rekorde historike që askush tjetër nuk i ka bërë. Janë vërtet një model që inspiron edhe të rinjt që e ndjekin këtë botëror. Është e vërtet, janë modele shumë të mira. Ndalemi pak të çmimet e biletave. Sa kushton të shkosh në një kontinent tjetër për europianët, ndoshta më shtrenjtë. Bëri luftë madhe dhe kryetari i Bashkisë New Yorkut që disa nga biletat të shpërndaheshin për njerëzit që ishin pak më nevojshëm. Gjermania në fakt ishte marrë një hap shumë të mirë 600 personave, 600 qytetarëve do t'ja mundsonte.
pjesëmarrje në botëror. Që është normal. Nuk është normale, por duke marrë parasysh në çfarë vendi po organizohet kryesisht, se s'po flas shumë për Meksikën dhe Kanadan, por duke përfshirë ato, po sidomos në Amerikë, është shumë e vështirë që të mos të jenë ato çmime biletar, sepse normalisht edhe interesi që fillon të gjenerohet është i madh dhe njerëzit fillojnë të bëhen gatshëm për të paguar ato bileta, sidomos. Ja shton Kosovën edhe distanca. Megjithatë përpos distancës, çmimet le të themi janë më të lartat, ndonjëherë mund të themi. Në rrallë ndodh që të shohësh gjithë ata superhyje, që të shohësh aty përballë në një ndeshje, sidomos kur luajnë edhe në vendin tënd. Okej, në Amerikë tani janë mësuar dhe me Mesin, por edhe që kur shkoi Mesi aty, çmimet e biletave janë shumë shtrenjta për çdo ndeshje që ai luan. Lëre tani më për botrorin që është edhe kompeticioni më madhor i futbollit, dhe normalisht nuk ka se si të shkojë ndryshe, por për mendimin tim ndoshta FIFA duhet ndërhynte pak të vendoste një tavan çmimesh. Që të kishte më shumë mundësi për janë edhe interesa tjera nga brava. Është qartë. Alvana, do të shikosh ndonjë ndeshje? E keni planifikuar apo? Sigurisht që po mundohem fakt t'i marrë ditët një nga një dhe t'i shijoj edhe këto që konsiderohen ndeshjet e fillimit. Po të janë në Amerikë ose në një tjetër shtete. Jo, nuk e kam vizën. Nuk do shoh asnjë ndeshje live, megjithatë do ta shijoj aty tek lagja ime, ka disa monitore që duket vetë sigurisht në stadium, shumë të mëdha, kështu që besoj që do ta shijoj me gjithë njerëzit që do të mlidhen aty. Ndërkohë për këtë pjesë që sapo folëm, besoj që ishte e pritshme në një vend kapitalist të egër si Amerika, ku çdo gjë lidhet me kërkesën dhe ofertën, patjetër që do pritet ishte e lartë, sepse tregon që kërkesa ka qenë aq e madhe sa që ka çuar çmimet në këtë nivel, sepse nëse do të ishte interesi mesatar apo i ulët, padyshim që çmimet natyrshëm do të uleshin. Është ekonomi tregu, unë edhe me pak qasje biznesi e justifikoj këtë gjë. Deri diku. Po. Vetëm për finalen ka pasur 1 miliard kërkesa për bileta, kështu që normalisht. Vetëm çmimi s'është para aty. Vetëm kanë menduar për pjesëmarrje, po nuk ka rëndësi se sa kushton. Duke paguar dhe duke u lutur, aman më bjeri mua mundësia ta shoh, sepse është shumë e madhe edhe. Ndërkohë pastaj është e vërtetë që ka pasur kaq shumë kërkesa, por njëkohësisht ekipet kanë filluar edhe të qajnë që tani edhe për hotelet, sepse kanë pasur disa ekipe që ka pasur probleme me hotelet në vende të ndryshme. Hollanda, me sa di, është një prej tyre që ka bërë një zhvendosje, sepse Kushtesh natyrisht. Varet, po ç'është e kushte sepse shumica janë 4 hyje thon ata dhe nuk janë të mësuar. Për shembull Brazili pash, Spanja po rrin për shembull në New York, kurse në Texas ndoshta ishte pak më ndryshe situata, ata kishin edhe më të vështirë për gjetur hotele të kushteve që kërkonin. Por të futbollistët ndikojnë shumë. Po ma besoni sepse ato nivele që janë mësuar. Është e kuptueshme. Nuk duhet të shqetësohen absolutisht për matet gjithçka, po. Patjetër, edhe ndikon. Gjen justifikim në çdo gjë, kështu që edhe sepse thonë nuk kemi fjetë rehat, nuk ka qenë ushqimi mirë. Nuk është çështje teka. Rruga ka qenë gjatë. Nuk është shumë kapriçe, po, është e vërtetë. Në fakt, për të shtuar edhe në raport me kaq shumë skuadra sa janë, besoj që do të kemi mundësinë edhe të shohim disa histori më njerëzore brenda ekipeve, sepse secili vjen me një bagazh social nga vendi vet dhe do sjellin histori interesante që tani kemi parë për shembull Norvegjin që ka ardhur me peshk me vete, edhe me gjitha ato perimet dhe fruta që ato i kanë shumë të rëndësishme aty në vendin e tyre, me mbi 150 kg peshk kishin marrë për skuadrën. Do të kemi mundësinë të argëtohemi me gjëra të kësaj natyre që edhe do të mësojmë. Po, do të mësojmë, sepse janë shtete që kanë diferenca shumë të mëdha me njëra tjetrën, kështu që kjo pjesë ta bëj besoj edhe më argëtuese. Patjetër, ku ka më bukur se të ndërthuren kulturat në një formë të tillë. Megjithatë, edhe në do kishte marrë dhe Italia pastat ndoshta se picën. Jo, po, të paktën në Amerikë ka jashtëzakonisht shumë restorante italiane, ndoshta ata se kanë dhe ai shumë nevojshëm. Italiane nga shqiptarët. Mos të harrojmë këto. Përmendi pak gjënin pak më parë, më teknologjik se kur.
versionet më të avancuara të offside, gjysmë automatik, top inteligjent me sensor, analiza me inteligjencë artificiale, tani kamerat integruara tek arbitrat, a do të shkojmë ndoshta një ditë drejt atij futbollit ku çdo gjë do ta monitoroj dhe kontrolloj teknologjia, shpresojmë që jo. Po si e shikoni? Kur e thua duhet kështu si kompas, gjë do jetë kështu precize, por jo, mendoj që jo, është ajo që folëm pak më parë, po. Duke qenë se vendimi final i takon arbitrit, arbitrat kanë qasje nga më të ndryshmet, secili është ndryshe nga tjetri, ka situata që një arbitër i favorizon, një tjetër është më neutral ndaj tyre, kështu që do të varemi dhe nga ato, dhe kjo pastaj e bënde pak më të bukur, më pak robotike gjën, do të prodhoj më shumë debat, sa më shumë debat, aq më shumë shikueshmëri shpeshherë në futboll. Do të jetë e minimizuar, siguri se përgjegjësia është e madhe dhe me kaq shumë leksa do të fitohen, duhet secili do të jetë i egur për të ruajtur të drejtën e tij. Por mendoj që polemikat nuk do të mungojnë, si gjithmonë. Nuk ka marketing të keq. Jo, padyshim, po gjithsesi avangardë e gjitha kjo. Nga ana tjetër edhe lufta për audiencën e brezit të ri, ndoshta kjo është fusha që të përshtatet më së miri ty. FIFA po lançon, besoj e ka lançuar, edhe videolojën e vetë zyrtare në bashkëpunim me Netflix, me njerë pas fillimit të turneut. Çfarë do të sjell kjo tani? Po, ndryshon gjithë lojën, ë? Normalisht është gjithë përfshirja, sepse ka shumë dhe shumë të rinj që ndoshta nuk e shikojnë fare sportin në vetvete, por janë shumë të interesuar për lojën dhe nëpërmjet këtyre formave. Nëpërmjet dhe në këtë mënyrë edhe të rreqin edhe audiencën, dhe normalisht për ata ku ka më mirë se sa të bësh edhe një. Gjithsesi e shëndetshme është ose është kulturë? Me orare të limituara, por normalisht edhe bashkëpunimi me Netflixin që është gjigant dhe kanë atë audiencën e vetë dhe kush ka dhe abonimin edhe mund të luaj aty brenda platformës, kështu që jep edhe të rinjve diçka më shumë për të bërë. Megjithatë, mendoj që prap ajo lufta tyre më e madhe do të jetë tek tërheqja dhe mbajtja e audiencës për të parë ndeshjet, për të bërë njerëzit vazhdojnë njerëzit dashurohen me sportin. Ky futbolli gjithmonë u tha veç parë, ka qenë sporti i të varfërve dhe nga të varfërt kanë dalë edhe futbollistët më të mëdhenj të gjitha kohërave, dhe dy nga ata që përmendëm që janë më të mirë, qoftë Messi, qoftë Ronaldo, nuk kanë qenë njerëz me mundësi të mëdha ekonomike, kështu që shpresa tek ata njerëz është më e madhe se sa çdo pjesë teknologjike pastaj se çfarë mund futet. Pastaj nuk mendoj që do ikin ndonjëherë për shembull arbitri nga futbolli, sepse dhe vetë gjenerimi i debateve që krijon një vendim i sjell ato diskutimet. Në fund ditës njerëzit do ta diskutojnë, pavarësisht se kush do ta vendosi. Është shumë e drejtë. Është e duhur apo jo. E pe ndeshjen mbrëm? Meksika, Afrikën e Jugut? E pash me disa shkëputje për shkak të disa impenimeve familjare. Si të duk, si ndeshja e parë? Po, e ka, pavarësisht se gjithmonë ndeshjet e para janë disi më të lehta, jo me atë luftën sportive të madhe, megjithatë unë ndjej që ka gjak. Kështu që mendoj që edhe këto dy ndeshjet e tjera do të jenë shumë interesante për t'u parë, ndryshe nga që mund kemi parë për shembull sfida kur janë organizuar në vende të tjera ku kombëtarët kanë qenë në një nivel goxha të dobët, këtu pam një lloj diferencë më shumë. Kështu që besoj edhe sot presim ndeshje interesante. Zakonisht nuk lihen shumë hapësira. I 5-2 janë ndeshjet? Unë pash Meksikën për hir të vërtetës, sepse ndeshja tjetër e Koreas dhe Çekisë ishte pak orar më i vonë, por zakonisht në këto lloj kompeticionesh nuk ka shumë vend për gabime, sepse në momentin që mund të humbësh një ndeshje ose pastaj të barazosh një tjetër, vështirësia e kualifikimit bëhet më e madhe. Por me formatin e ri, që kualifikohen edhe 8 vende të treta, e ka bërë më të lehtë ndoshta për disa ekipe që për shembull një ekip që përfundon vendi i tretë në grup mund edhe të arrijë të fitojë edhe kupën e botës pastaj, që nuk është gjë e vogël. Mendoj që gjithsesi diferencat në futboll janë zvogluar vitet e fundit, sepse njerëzit edhe kanë pasur më shumë qasje